profeti alayhis salam përpara se me flet, ti thot. E këtu dietarët argumentohen me çka? Thot kush e bën këtë dhikr tesbih përpara se me flet, thot kur do ngrehet nesmën me lejen e Zotit, ka me qenë shpirtërisht, po edhe fizikisht i fortë. Sepse shihni, profeti alayhis salam çdo smundje e ka dhënë terapin. Ajo, çdo smundje e ka dhënë terapin. Kur dikush ka pas borxhe, ja ka dhënë duan e borxhit. Kur dikush ka pas diçka, e ka mësuar me diçka tjetër. Tash Fatimia radhiyallahu anha për çka shkoi? Shkoi duke anku lodhjen e saj. Shkoi duke anku fukarallëkun e saj, dhe profeti alayhis salam çka i tha? Unë do të tregoj diçka më të mirë se kjo. Që ti nëse e thuket 33 herë, subhanallah, 33 herë, alhamdulillah, 34 herë, Allahu Ekber, përpara se me flet, kur të ngrehet në sabah, kjo është mendimi dietarëve, kur të ngrehesh në mëngjes, do kesh fuqi fizike dhe shpirtërore, do jesh mirë, por inshallah Zoti do t'japi bereqet dhe do t'japi risk. Me lejen e Allahut subhanahu xhalla xhelal.